është në rregull, por debati i madh, debati publik, ka fillu pse ndarja mes Vjosës dhe Albinit, atij binomit famshëm që e ka pensionu një mënyrë opozitën 21-ishin, që kjo është debat shumë i madh, a është tradhti, a s'është tradhti, e në politikë nuk ka një tradhti në kuptimin e hatërmbëjtjes ku ta diune, sepse politika nuk është as faltore religjioze, as kisha as xhami, po është një proces, është një gawë, është që secili konkuron me idejtë e veta, me politikat e veta. Dhe çështja tjetër që mu më ka shqetësuar ka qenë tallja me amandamentet kushtetuese. Tani tallje flagrante, e pa precedens në sistemin e Kosovës. Domethënë, kjo ka qenë ajo që e ka tondit publikun, ma shumë se so kjo dekreti i presidentes. A dini pse? Dekreti i presidentes madje edhe ajo u bon ferm, edhe korrekt e pranoi që mund të sfidohet në kushtetues. Dhe nuk ka pasojë juridike, sepse e merr lejë, domethënë testuar në gjykatën kushtetuese dhe nuk prodhon pasoja. Po, e vërtet është. Kështu që është krejt në rregull. Domethënë as nuk dëmtohet vendi, as nuk dëmtohet këtë rast, po presidenti përkundrasisht sqarohen situatat. Edhe shumë më mirë. Që mos sqarohen situatat edhe një herë. Meqenëse se në këtë rast duket që çdo gjë është e qartë, që mas 2 muaj dite praktikisht presidenti fiton të drejtën me shpërndo kuvendin. Po jo kjo presidente, fatkesisht. Interesant, parashikimi guximshëm nga Matoshi, ndajeni këtë, se ky e ka zakon thot pastaj jo kam thënë të kundërtën. Patjetër. Po thot që gjykata kushtetuese do të konstatoj që dekreti